Di, një parti që futet në gara elektorale du t'i ketë gjitha gati, jo dite që mbyllet procesi i regjistrimit, po një vit përpara, me kandidate me gjithë. Po janë këto kulisat e politikës, klanet që ne nuk i shpëtojmë dot. Kështu që realisht nuk e di se çfarë ka bërë ai komision. Mund të ketë punuar shumë mirë, pastaj është deformuar vendimi nga leadershipi, se kishim raste. Komisioni vendoste për X mos ishte, e fuste kryetari i partisë dhe anasjeltas. Kjo pastaj është shkelje rregullave me dy këmbë. Për referendumin, ne kemi bërë disa biseda bashkë në këtë studio, zoti Biberaj, dhe unë kujtoj që ju vazhdimisht jeni shprehur për hapje të garës. Duhet ketë një garë, duhet ketë një proces zgjedhor, dhe në fakt nuk pati garë, nuk pati asnjë proces zgjedhor, ishte një referendum, një vot besim i Sali Berishës. Dhe kjo, sipas mbështetësve, një pjesë e kryesisë, deputetëve të Partisë Demokratike, thanë që kjo është mënyra më e mirë sepse vetëm Sali Berisha është sot ai individ, ai demokrat, ai kryetar që mund ta mbajë të bashkuar partinë. Nuk ka sot Partia Demokratike luksin për të bërë garë me një sër kandidatësh, vetëm zoti Berisha mund të mbaj opozitën dhe Partinë Demokratike. Doktor Berisha pa diskutim është faktor bashkues Partinë Demokratike, por unë nuk e përkrah këtë hipotezë. Unë jam për garë. Gara forcon partinë, nuk e përçan partinë. Natyrisht me kandidat potencial. Unë e kam thënë dhe them që të kandidosh përballë Sali Berishës, Partia Demokratike është e vështirë të fitosh. Por gjithsesi, se cili mund të kandidohet dhe mund të merrte ato përqindje që do të jepte. Pse nuk u lejuan në gjykimin tuaj? Pse shkua drejt kësaj procedure, drejt referendumit? Po s'kishte kandidat tjetër, kështu që ishte vetëm një. Kandidat kishte. Po pati kandidat. Aspirant për kandidat. Pati kandidat, pati aspirant për kandidat, u skualifikuan. Ne kemi diskutuar këtë histori. E diskutuar, po pse nuk u lejuan se që nuk do fitonin përballë zotit Berisha, kjo dihej. Jo, unë jam për garë, pavarësisht një fiton. Nuk do fitonin gjithë. Pavarësisht rezultatit. Kështu që secilit provët e veten. Kështu që unë kam qenë dhe mbetëm për garë. Pastaj, pse u përjashtuan, pse u skualifikuan, duhen pyetur ata që kanë marrë vendimet. Unë flas në nivel parimor. Po të isha pyetur, po të kisha votuar, do isha që të kishte kandidat. Kushdo tjetër, sepse demokracia ka i gjotë bukur, pra ti ke të drejtë të zgjedhësh dhe të zgjidhesh. Se shpesh ne themi XY nuk është person publik, çfarë ka bërë ky person? Ore le të kandidoj. 10 vota, ai ka votat e vet, ai 25, 100 nuk ka rëndësi. Dhe prandaj demokracia është e mirë sepse çliron energji, krijon sinergji. Kjo është e bukur e demokracisë. Dhe sa më pak emrime. Ex officio, sa më pak ex officio. Çfarë mesazhi përcolli tek demokratët, tek politika, tek shoqëria rikonfirmimi i Sali Berishës në krye të saj? Patjetër, po të kishim burës politike, është rënja aksioneve, mungesa e garës në përgjithësi. Natyrisht doktor Berisha është lider i Partisë Demokratike, lider historik pa diskutim, ka qenë 2 herë kryeminist, 2 herë president, ka kontribut të jashtëzakonshëm. Por kjo nuk prevalon përballë një gare të mundshme. Megjithatë kjo ka përfunduar tashmë, kështu që ajo ka përfunduar. Thjesht për ta diskutuar, po game over, loja ka mbaruar. Por unë do isha për gare. Absolutisht dhe mbetëm për gare. Gjithë jetën kam qenë për gare. Gjithsesi kërkon një diskutim, ëh? Po nuk është se ka pas diskutim ose debat tash. Po të shikosh demokracinë shqiptare, e thash që nga 12 dhjetori ka goxha inflacion. Dhe po të shikosh për debate televizive, duke respektuar media rreth parë, dhe gjitha ata që mbushin ekranin darkë, nuk ka debat ideologjik, ose filozofik, ose alternativash, ose parimesh, ose vlerat. Po të shikosh debatet përfundojnë në nivele personale, ose nivele zënjësh, ose nivele përfaqësimi interesave të analizëve aty ku punojnë ose aty ku sepse vetë Partia Demokratike, vetë zoti Berisha e ka artikuluar dhe ka një sër videosh, e ka thënë me zë dhe figurë që do ketë garë. Unë jam për hapje gare. Prandaj edhe ne e diskutojmë. Jo, e diskutojmë pa diskutim, Bruna. Nuk e thash dhe secili që ka marrë dhe nuk e diskutojmë. Ju dini që unë jam i hapur për çdo diskutim. Ndryshe, ne kemi diskutuar sa herë për garën, për një proces zgjedhor. Ishte thirrja le të vinë kandidatët, por që si përfundim. Po, ne bëm edhe një gjë, pa bërë histori, ne bëm edhe garë në 2013, garë që u prish gjatë rrugës. Dhe dije që Luzim Basha ishte investimi i Sali Berishës. Nuk e meritote asnjë ditë, ishte kryetari i Partisë Demokratike. Ai fitoi ato zgjedhje përballë
Sokollodashi, ndjes pas, dhe ku na çoi Lulzim Basha. Kështu që gara duhet të jetë garë reale gjithmonë, jo me sforcim ose me induktim. Kështu që kjo që ndodhi me zotin Basha, patjetër një farë mënyrë. Më lejoni t'ju pyes. Ju besoni, mendoni se Lulzim Basha është e keqja më e madhe e Partisë Demokratike? Jo, nuk e përmenda si rast përdesa po diskutojmë për garën. Pjesë e tyre që ai e shkatroi Partinë Demokratike. Jo, nuk është kjo terminologjia ime politike. Lulzim Basha erdhi në 2004 me ato kontribute inexistente, me atë CV që e kishte si e kishte, qenë si ka, ju dha një mundësi e artë, pra ai erdhi me avionin në qeveri, është bërë 3 herë ministër, mund të kesh politikan që ndrojnë gjithë jetë për të bërë ministër, nuk bëhen. Ose mund të kesh politikan që gjithë jetë investojnë, nësë bëhen as i ditë ministër. Pa diskutim. Më kujtoj që zoti Berisha një konferencë për shtyp tha që unë nuk kam ndikuar tek asnjë kandidat për kryetar të Partisë Demokratike. Zoti Basha në 2013, Zoti Basha në 2013 është mbështetur hapur. Nuk e di pozicionin doktor Berishës, patjetër që si kryetari i Partisë Demokratike, si ish kryeministës, në atë kohë ishte kryeministra në detyrë, para se ne kishim më zgjedhjet, lejo këta 2 po them deputet, ministrat asaj kohe të zhvillojnë garën. Por nga që janë adem bazë ka pasur një mbështetje të hapur për Lulzim Bashën. Lidhet me nuhatjen politike të zotit Berisha që Lulzim Basha e meriton? Lulzim Basha ishte investim personal i Sali Berishës, kurse Sokollodashi ishte një politikan që kishte mbështetjen e doktor Berishës, pa diskutim. Askush Partinë Demokratike nuk ka bërë karrierë pa mbështetjen e Sali Berishës, zërat janë qarta. Kurse Sokollodashi kishte ardhur vetë në Partinë Demokratike, që në gjimnas, që në Durrës. Kurse Lulzim Basha ishte pjesë e kopit dhe patjetër kishte mbështetjen e doktor Berishës. Dhe ajo garë pastaj na çoi ku na çoi. Nuk ishte Lulzim Basha kandidati më i mirë për të qenë kryetari i Partisë Demokratike, dhe ndodha ato që ndodha. S'po them me keqja më e madhe, keqja më e vogël, ai ka koston vetë tashmë është harruar, nuk ka vlen për të marrë fare me Lulzim Basha. U bë kryetar bashki, u bë kryetar partie, nuk diti të vlerësoj investimin që është bërë. Aq më tepër nëse hipoteza, nëse bëri pazare politike me Edi Ramën do të ishte shumë e turpshme. E besoni ka bërë? Nuk jam i thar i teorive konspirative. Unë e kam takuar Lulzim Bashën pasi është zgjedhur. Dhe i kam thënë, Lulzim është gjatë tepër e rrallë karrierën politikan që bëhet kryetari i partie. Në rastin e Shqipërisë, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Janë si Real Madrid dhe Barcelona, që ishin kulmin e vet. Kam dashur edhe unë i thash kandidoj, s'më kanë lejuar. Megjithatë do ta kesh mbështetjen time, patjetër, edhe për të mos krijuar përplasje të panevojshme, por ke një përgjegjësi shumë të madhe. Duhet ta vlerësosh gjithë të investimin që ka bërë Partia Demokratike për ty nga 2005. Se nga 2005 në 2003 për 8 vite të arrish majat e karrierës politike janë raste të rralla. Gjeni, Einstein hipotetizte nuk do kishte këtë rezultat. Ndërkohë që s'kishte shkëlqyer as tre si ministër, as si kryetar bashkie. Kjo është e vërteta. Dhe dijen pritshmëritë, i kam thënë doktor Berisha në atë kohë zgjuar që nuk është kandidat për kryetar Partisë Demokratike. Nuk ka përqendrim suksesshëm. Sigurisht e kam thënë 2005 nuk është për mendimin tim personal, nuk është kandidat. Si kjo mbështetje, ky investim kaq i madh për Lulzim Bashën? Po mirë, ai kishte moshën patjetër për të bërë karrierë politike, por u mbështet shumë artificialisht. Dhe moshën e ka patur dhe shumë. Mbeti, dakor. Mbeti, se po mirë me historinë. Mbeti artificial politik, por është e tejkaluar. Mirë. Le të kemi të garë. Do të ishte mirë të kishte garë. Nuk ka pasur garë. Jemi ku jemi. Zoti Berisha është kryetari i Partisë Demokratike. Kemi kuvend ditën e shtunë. Do zgjidhet Këshilli Kombëtar. Nga Këshilli Kombëtar kryesjell dhe drejtuesi i politikë. Sërish kryetari i Partisë Demokratike. Po a do ketë prurje të reja në strukturat e Partisë Demokratike, në organet e tjera? A do ketë garë reale? Si rregull duhet ketë garë. Apo do mbeten të njëjtët? Si rregull unë jam për rotacion, ju dini, unë jam gjithmonë për rotacion elitash. Aty mund t'i kemi shok, miq, kolegë kanë kontribute, por është momenti që të ketë një reformatim të leadershipit. A do ketë zoti Bibera, çfarë besoni? Tani ju e dini shumë mirë si funksionon. Për këtë duhet pyetur doktor Berisha, jo Aleksandër Bibera. Do bëhet gara, do ketë gara. Po duhet ketë garë. Gara parë të jetë prantar të Këshillit Kombëtar. Pastaj Këshilli Kombëtar, sipas statutit, zgjedh kryesin
dhe nën kryetaret, sekretariatet bashkë me kryesinë. Kështu që mendoj që duhet të ketë garë, mendoj që duhet të ketë rotacion, sepse kam thënë dhe them aty kemi politikanë dhe drejtues Partisë Demokratike që janë votuar kurrë. Janë pa votuar. Në sensin je votuar deputet liste, unë nuk e quaj vot, liste mbyllur, dhe je i emëruar, nuk është vot, u bë bashkimi, po themi, i pjesës rithemelimit me fraksion Lulzim Bashës, janë pa votuar, kështu që unë jam për njës votuar. Për emërimin e Gazmend Bardhit. Po, nuk ka rëndësi, kushdo që tjetë. Pati goxha diskutimi do me këtë. Ka edhe të tjera, po nuk ka rëndësi. Politikani për mu pa vota nuk është politikan, kjo është koncepti im për politikën. Pa vota, asi sekons dhe pranoj asi lloj mandati. Ka debat të brendshëm real sot në Partinë Demokratike? Jo, s'ka debat. Ka pluralizëm mendimi? Nuk ka frym debati, nuk shoh se ka pluralizëm mendimi. Natyrisht, nuk është edhe niveli i Partisë Demokratike 92-shit, grupi parlamentar 96-s, 2005-s, kur deputetët zgjidheshin me vot popullor. Ajo votë kam thënë, ajo votë është e shenjtë. Ajo votë të bën deputet. Kurse kështu deputet e provete, je kryetari i partisë është drejtor, ti je emëruar nga drejtori që të emëron dhe shkarkon sa të doje. Kurse mandati i deputetit është vullnet i popullit. Qenë lashësi, që janë senatorë në normën e lashtë, në Greqinë e lashtë, janë njerëz të votuar. Prandaj edhe kanë qenë të pushtetshëm dhe të fuqishëm, sepse ke marrë votën e popullit. Dhe kur bëhet fjalë për interesa kombëtare, patjetër çdo individ që është votuar do mbrojë interesin e kombit. Zoti Beberaj, pse është kështu politika sot? Pra ju vazhdimisht nuk është më si atëherë, e keni përsëritur disa herë, nuk është më partia si atëherë, nuk është më politika si atëherë, nuk ka më demokraci si atëherë. Ju na merrni vazhdimisht në telefon për ftesa në studio dhe absolutisht unë ju falenderoj. Dhe më thonë gazetarët, është filani, si njoh. Kryesisht nga pala tjetër. Është ministër, nuk e njoh. Futem në internet, nuk gjej asgjë. Është deputet, futem në internet, i them mjep 5 minuta, ç'a debati do bësh? Por kishe kënaqësi të bëje debat me profesor Luan Hajdaragën dies pas, me profesor Marko Bellën dies pas, me Namik Doklen, edhe me Fatoslanon, e me shumë të tjerë. Sigur se kemi pas edhe ne elitën. Tani është çështje brezash? Jo, është çështje e inflacionit politik të jashtëzakonshëm. Futëm para ca kohësh do ta tregoje këtë në një librari. Unë kam jetuar te Lagja 5. Lagja 5 ka qenë historikisht Stalingrade. Pra edhe në zgjedhjet e 22 marsit, po, edhe në zgjedhjet e 22 marsit e vitit 92 ne pesën e kemi humbur. Ka fituar Fatoslano. Futëm për të blerë libër edhe po më shikote. Do të pyeste, sa më falë deputeti jeni, po. Më falësi e keni jemi, të është filane. Tha, kam respekt për ty, tha, dhe po ta e librin. Po për deputet, nuk kam libra për të shitur. Original, I thash falë, për ti ke dalë për shitur. Jo, tha, e keni ullë aq poshtë nivelin, sa në vjetë turp, tha, ti shes një deputeti libra. Unë djeva keq për jetë vërtetës. I thash, po ke rregull, mos ma shitot, jo, tha, ti je tjetër gjë, për te modestisë. Kanë shumë niveli. Fatkeqësisht, duhet ishte e kundërta, por... Do me thënë, që ta kuptojmë, ka rënë niveli, ka inflacion politik, sepse këta përzgjedh sot kryetari, këta do të ketë kryetari në listë. Po, pa diskutim, kryetari i zgjedhë, ndryshimet kushtetuese 2008 kanë qenë vrastarë për demokracinë shqiptare. Me ato ndryshime kushtetuese, shive çfarë i bëni dera më pushtetit. Sot përzgjedh këta kryetari, jo se nuk ka politikan integritet. Pa diskutim, po më falë, po të futemi një databazë e ka bërë Afrim Krasniqi, listën e deputetëve të gjithë legjislaturë, me qenë se është edhe politolog, pra mirët me shkencat politike. Sa doktor shkencash ke sot në parlament? Sa profesor ke? Pse dia ka me të një? Po dakord, Sali Berisha ishte atëherë kryetar, Sali Berisha është sot. Po çfarë ka? Është trendi, është trendi tepër negativ. PD dhe PS si parime enëve komunikuese, pra ka ullë nivelin njëra, ka ullë edhe tjetra nivelin. Natyrisht, po të rikthehemi në retrospektiv, so më shumë se me aktualitet me histori. 97 ulli shumë nivelin politik. Pastaj u ngrejt përsëri.
Dhe 2008 pastaj, ndryshimet kushtetuese ishin vrastare për demokracinë. Sepse nuk ka mod deputet që kryetari ishin interesuar për t'i futur në lista që të fitojnë vota. Ky është problemi më i madh. Në atë kohë, edhe zoti Berisha, edhe zoti Nano ishin të interesuar për të pas listë personalitet. Pavarësisht se e dite që ky nuk është ushtar i bindur. Është senator, nuk është ushtar i bindur. Pse? Sepse fitonte votat. Dhe kur i bëte llogarit, më mirë thoshte unë të fitoj, po themi 71 mandate dhe unë bëhem kryeministër, se gjithë aksionet politike shkojnë kryetarit partisë e bëhet kryeministër. Se sa riskoj që të kem deputet që si njeh as lagja, as komshiu, as familja si voton. Kam një pyetje lidhur me listat e hapura. Ka qenë një pragmatizëm politik i kryetarëve të partive i jashtëzakonshëm, por që ka shkatruar demokracinë. Është vrarë demokracia shqiptare, edhe pluralizmi. Listat hapura. Një kandidat i cili është në listë të hapur, sa e shmang mundësinë që ai të blej vota? Dëgjoj, blerë votash ka pas, edhe në Shqipëri me sa duhet do të ketë gjithmonë. Por listat e hapura ose sepse ky vit që është në listë hapur është një politikan. Bruna, kur janë bërë debatën grupin parlamentar të Partisë Demokratike në 2008, unë kam qenë kundër ndryshimit kushtetues, jam i thari sistem magjoritar, dhe është sistem emblem i së djathtas botërore. Është paraqitur një argument që sistemi magjoritar vin të fortë dhe i blen votat. Është argument që nuk është se nuk qëndron, por shifi listat e mbyllura ose të hapura. Tashi, nëse përpara ai e blet elektoratin, sot shko votot e kryetari i partisë.